A janë gjasa që të bëni me shumë kryeministra apo të shkojmë në zgjedhje? Do të thotë përgjithësa presim që të thirret seanca për formimin e institucioneve. Nuk e di sakt me probabilitet edhe me përqindje sa i kam gjasa të bëhem kryeministër, por unë mendoj që Kosova do ta ketë një qeveri, por në fundit mendoj që nuk varet krejtësisht nga lëvizja vendosje. Kësaj radhe zgjedhjen se a do të kemi qeveri të re apo do të shkojmë zgjedhje, krejtësisht në dorë e kanë partitë që ne po ju themi opozitare. A ka më shumë të ndorë lëvizja vetëvendosje, si e pa? Urdhë? A ka më shumë të ndorë këtë proces lëvizja vetëvendosje? Ne kemi ndorë për me propozu qeverinë e dytë, domethënë mandatarin e dytë. Në këtë rast unë propozova nga Këshilli i Përgjithshëm, vetë kryeministri Kurti më propozoi, më nominoi më saktësisht, presidentja më mandatoi si kandidat. Kabineti im edhe vetë si kandidat për kryeministër do dalë në seancë, kur ne ta vendosim ditën e saktë, e pastaj se a do të votojmë ajo, më shumti në dorë e kanë deputetët e partive tjera, meqenëse se ju e dini që deri tash në këtë kompozicionin e numrave të mazhorancës nuk kanë qenë më shumë se 56 ose 57. Do ta kemi seancën së shpejti apo do të sosen afatet deri në fund? Për këtë do ta merrni vesh më vonë. Qartë.